Bile Allahu ka thënë Kur'an, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Më përmendni mua si rrjedhore kësaj kam për t'ju përmendur unë. Më falendroni mua dhe t'jeni mirënjohës, mos u bani bukshkelt dhe jo mirënjohës. Një dietar, një prej dobive dhe avantazhave të këtij ajeti që ka nxjerr ka thënë, nuk është çudi që ti përmend Allahun. Është habi me përmend Allahun, sidomos trazigrave ku njerëzit përmenden makinat, sportin, biznesin, dunjajën, diçka që i josh. E ti këtë rast, më shkuput për këtyre me përmend Allahun është habi. Thot kush kjo nuk është habi, habia më e madhe që ndron se Allah të përmend tyje. Tash ti ke detyruar këtë vepër dhe këtë gjë që ke bë, Allahu më përmend tyje. Imagjinoni një shef ose një koka që është yll i kësaj kohës bashkore, më të përmend tyje me një intervju. Si duket ti aja natë? Nuk zë gjumi tyje. Çfarë ndjenja ki, çfarë përjetimi? Kush? Thjesht. Blerë apo dikush do një figurë, do një fatë. Njëri ai, ka pesh. Më të përmend Allahu i madhëruar? Nuk guxon më zot gjumi ty fare. Me një hadith kutsi ka thonë, kush përmend vetmi, izolohesh në një vend, fillon me përmend Allahun, thotë unë e përmendi në vendet më të larta tek melaçet. Sikur sa Allah i thotë melaçeve, o Xhibril, o Mikail, o Israfil, o jo melaçet që e mbani arshin, o ju me miliarda, me biliarda melaçe. A dikush ka përmend? Filani biri filani. Kam në surprizu Allahu ditën e Kiametit ata të cilët e përmendin Allahun.